Miq të dashur, duke më lejuar t'ju përshëndes të gjithëve ju që jeni duke ndjekur Channel One. Dua ta nis këtë rubrikë të sotme, rubrikën e të rinjve, me një falënderim shumë të veçantë për të gjithë ju që tashmë në kthyer teleshikues të rregullt të rubrikës time. Sigurisht nuk do harroj pa falendëruar të gjithë të rinjt që nuk kanë nguruar ndoshta para kamerës së Channel One të kthejnë përgjigjet e intervistës që ne kemi bërë me ta. Sepse nuk duhet ta harrojmë që ka të rinj që në momentin që ne bëjmë pyetjet tona të temës së ditës, ata vrapojnë dhe nuk duan që të dalin para kamerave të televizionit ton për të dhënë mendimin e tyre. Ka dhe nga ata këtë rinj që stepen ndaj kamerës. Unë do falenderoj ata që kanë qenë të gatshëm për të dhënë mendimin e tyre. Prandaj dhe sot do gjejmë të rinj të tjerë të ndryshëm, sepse dhe rubrika jon ka risi të ndryshme në çdo ditë të saj. Sot diskutojmë sigurisht për një temë tjetër. Çfarë bëjnë këta të rinj për të haruar dashuritë e vjetra? Si ndjen në momentin që kanë humbur një dashuri dhe çfarë mendojnë për dhe çfarë zgjidhje bëjnë ata për të haruar këtë dashuri? Unë në këtë moment po më vjen në mendje një shprehje, thonë gozhda del me gozhdë. A do ka nga ata të rinj që bëjnë këtë zgjedhje për të haruar dashurinë e tyre të vjetra? Le të pyesim ata. Edi, ne jemi duke diskutuar Edi se çfarë bëjnë të rinjt shqiptar në momentin që humbin një dashuri. Si reagojnë mbas humbjes së një dashurie? Çfarë veprimi bëjnë ata pas kësaj humbje? Dua të di, jam kurioze shumë në këtë moment se çfarë ka bërë Edi nëse ka humbur një dashuri ose çfarë do bëje. Kjo është një pyetje domethënë shumë, si mund ta themi me spec, por na vendos shumë si flet domethënë. Unë vetëm diçka do të them, në raste të tilla dëgjojmë dhe shprehje të tilla që thonë gozhda del me gozhdë, domethënë humbet një dashuri dhe rifiton një tjetër. Do e bëje një dashuri, atëherë fiton me dashuri. Atëherë do zgjidhni një dashuri të re. Mendoj që po. Okej, falenderoj. Çfarë do bëjë në momentin që do humbë këtë dashuri? Kush është veprimi që do bëhet pas kësaj humbje? Normalisht të qarat shkullura flokësh që për shkak. Po sigurisht që ndihesh i trishtuar dhe vazhdon jetën. Mendojnë që këto kujtime që ke kaluar nga kjo dashuri ruhen në një arkiv të jetës tënde dhe lehen me kaq apo patjetër të gjitha kujtimet ruhen, të gjitha gjërat e bukura ngelin. Zakonisht mbeten të mirat, kujtimet e mira, ato që pjesa e vështirë e kushtuar haroj. Diçka, ndoshta në një formë humori që do shkulja flokët do qaja. Duhet të jemi dhe pak realist. Ka ndodhur ty që të kesh njerëz të të afërt me keshët e tua që kanë bërë gjeste të tilla? Ja. Vet asnjëherë në jetën tënde? Të shkulja flokëve ja. Të qarja. Sigurisht, e qara është e paçon në natyrë shumë njeriu dhe është mirë që të ndodhin në këto raste. Një këshillë mirë për këto njerëz, vajza të reja apo qoftë edhe djem të rinj që vuajnë nga humbja një dashurie. Çfarë duhet të bëjnë në një moment të tillë? Si e mendon ti? Bindja në forcë ka shumë ndikur. Faleminderoj shumë. Çfarë bën Andi kur humbet një dashuri? Kush është veprimi jot mbas kësaj humbje? Çfarë do bëje ti? Në momentin që doje një vajzë dhe e ke humbur atë. Nuk e di, nuk kanë ndodhur akoma, por çfarë do të bëjë? Po. Nuk e di, do ndjesh, nuk mund ta them se të ndjesh. Sigurisht që ndjenja në momentin mbasi ke humbur dashurinë është shumë e vështirë, ndoshta njerëz qajnë. Do thoja që do të humbja veten. Jo, për të qarë është, nuk jam tip që qaj, por do të do të humbja veten. Aq, sepse do të isha po, kisha humbur veten. Do gjeje forcë për një dashuri të re? Në qoftë se të kishte qenë një dashuri shumë e madhe, ja. Faleminderit. Ja. Kaluar, si quheni? Kaluar Denisa. Vajza tjetër? Lorieta. Vajza, ne jemi duke diskutuar në një rubrikë sigurisht që dedikohet vetëm moshave të reja, për një temë se çfarë bëjnë vajzat e reja apo djemtë e ri në momentin që humbasin dashurinë e tyre, ndoshta një lidhje dashurore. Ndoshta juve nuk mund ta keni provuar të lloj situate, por mbasi një këshillë që mund t'i jepni të rinjve të tjerë. Çfarë duhet të bëjë njeriu në atë dhimbje të madhe që ndjen për momentin? Unë mendoj të vazhdoj jetën, vetëm kaq. Vajza tjetër? Nuk kam çfarë të them, nuk e di. Njëherë thënë një shprehje që duhet mbas një dashurie duhet të rifituar një dashuri tjetër, sepse dashuria del me dashuri. A duhet të bëjnë këtë zgjidhje këta të rinj? Jo. Se jo. Nuk mendoj kështu. Por çfarë duhet të bëjnë? Dashuria para jo është, jo se duhet i provosh gjithmonë. Sigurisht ne nuk po themi që njeriu provon dhe nuk ngopet, por që në momentin që humbet fare nuk ka asnjë shans. Gozhda del me gozhdë. Sashur nuk më duket e tillë.
Falenderoj shumë për mendimin. Të mirë. Anisa, ne jemi duke diskutuar Anisa për një temë, çfarë bëjnë të rinë në momentin që humbin një dashuri? E kthejnë ndihmën në forcë, nuk e di një veprim tjetër që do bëhet Anisa, dhe nëse nuk e ke provuar, ndoshta një mendim për të rinjtë e tjerë. Mendoj se ndhimbje janë shumë dëshpëruar edhe shprehin shumë këtë dëshpërimin e tyre. Mbase duhet të bëjnë diçka që ta kalojnë këtë dhimbje? Po varet edhe nga mosha se kur e humbin dashurinë, po për shembull moshën që jam unë e dramatizojnë si tepër. Ka nga të rasti që shkulin flokët? Jo, po thjesht bëjnë si depresionuar. Po, të stres. Ti vetë personalisht çfarë do bëje? Nuk e di, them drejtën. Nuk është se kam ndonjë plan për këtë. Okej, falenderoj mendim. Edhe unë çao. Ja. Çfarë bëjnë të rinj për të haruar një dashuri të humbur? Si është ajo situata e dhimbshme që sigurisht na lëndon të gjithëve? Çfarë force do t'i japin njerëzit në këto momente kësaj situate? Si? Se ke provuar, ndoshta një këshill? Nuk e di. Mbase ti thon fjalët e dura, nuk e di ta përkrajnë në një situatë të tillë. Ti rrisa më afër. Në momentin që do të ndodhte, do fitojë një dashuri tjetër për të haruar dashurinë e vjetër? Normalisht, për disa është e humbur, quhet e humbur. Okej, të falenderoj. Ka gjë. Arisa, dua të të bëj një pyetje Arisa. Në momentin që dikush humbet një dashuri, çfarë bën në atë situatë të vështirë që ndjen dhimbje? Dua një këshill ndoshta për të gjithë të rinj nga ana jote. Nuk e di varet cili ka mënyrën e vet, kështu që secili do Personalisht çfarë do bëj? nuk e di. Është momenti, nuk e di, nuk kam ndonjë ide të caktuar. Një shprehje goshta del me gosht. Do ndiqe këtë shprehje? Nuk jam dakord. Çfarë do të rinë dëshpërimin e dhimbjes që ndjen? Ka shumë mënyra për të zgjidhur, domethënë për të hequr të shtimin, ose mund të kesh argëtime të plota shoqëria. Ka çdo gjë, nuk është thënë. Duhet të dalim me gosht të Eva, unë dua të di se çfarë do bëje ti në një situatë të vështirë në momentin që do humbi një dashuri të madhe, një dashuri që ti ke kaluar një histori dhe ndjen dhimbje në ato momente. Kush është momenti që ti çfarë do bëje ti për të dhënë vetes tënde forcë? Qëse s'e ke kaluar mbasi një mendimi joti, edhe mbas është edhe një këshillë e mirë për të gjithë rinj që na ndjekin në atë moment. Nuk e kam kaluar ndonjëherë, po besoj se duhet t'rregojmë pak mendje hapur, ose nuk e di, duhet të përpiqemi që të përjetojmë situatat. Jemi realist. Më të fortë, jemi realist edhe të tregojmë akoma më të fortë, domethënë se ç'duhet ndoshta. Ndoshta duhet të kemi prirje tendencën ndaj dashurie të re? Varet se si do të vinë situata, domethënë po që besoj se do ishte mirë sepse të ndihmon domethënë që të kapërcesh situatat e vjetra edhe të fillosh diçka të re. Falenderoj shumë mendimin. Miqtë dashur, ja ku erdhi sigurisht fundi i rubrikës së ditës së sotme. Kemi diskutuar me këta të rinj për temën se si duhet të harohet një dashuri e vjetër, nga dhimbja që ata ndjejnë, çfarë duhet të bëjnë për këtë dashuri që ka kaluar. Sigurisht përveç se kemi përfituar nga mendimet e tyre të rinjve dhe kemi dhënë një këshill të gjithëve ju miq që jeni duke ndjekur në këtë moment të Channel One, të gjithëve ju të rinj që ndoshta dhe nuk dini çfarë të bëni, kemi ndjekur këto intervista nga këto vajza të reja për këtë djem të ri. Përveç kësaj kemi marrë një dhuratë shumë të bukur nga një intervistuesja jon dhe falenderojmë shumë sepse ishte një tullumbace shumë e bukur. Për tema të tjera në vazhdim, për intervista të tjera me këta të rinj, për mendime nga këta të rinj, për debate që mund të bëjmë ndonjëherë me këta të rinj, me anë të pyetjeve që unë ndonjëherë dhe ngacmoj pak, sigurisht me mua ende vetëm në Channel One. Faleminderit.